Nga qyteti Ferizaj do të lëshohet kronometri i një ngjarje të rëndësishme. E nga aty rrugët e Kosovës do të varshohen me ciklist në kampionatin ballkanik të ciklizmit që për herë të parë organizohet në vendin tonë për 3 ditë më radhë, nga data 5 deri më 7 qershore. Organizatorët kanë konfirmuar pjesëmarrjen në 10 shteteve, ndërsa vlerësojnë se ky aktivitet përbën një sukses të rëndësishëm sportiv dhe diplomatik për vendin. Ndërkohë në konferencën për shtyp kryetari i Federatës së Ciklizmit, Avni Nuha, theksoi se në garë do të marrin pjesë edhe shtetet që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Pjesë e këtij karvani janë edhe 4 shtete të cilat nuk na kanë pranuar neve si shtet dhe me të vërtetë ka qenë një nder dhe një privilegj për Kosovën që ata të marrin pjesë dhe ta nderojnë shtetin tonë. Ai foli edhe për shtetet që megjithëse kishin mbështetur kandidaturën e Kosovës për organizimin e kampionatit, nuk do të jenë pjesë e garës. Do të jenë 10 shtete, fatkeqësisht në Stamboll na ka votuar edhe Serbia dhe Bosnia Hercegovina, 12 shtete janë pro, por ditë politika e tyre dihet siç është dhe nuk kanë mujt të vinë, fatkeqësisht e kanë involvuar edhe Bosnia Hercegovina. Sipas tij, organizimi i kampionatit është shoqëruar me sfida dhe përpjekje për ta penguar zhvillimin e kësaj ngjarje madhore. Besoni me luftë të madhe kemi pas para 2 javë, ndoshta ka pas hezitime edhe ka pas pretendime që të komplet të dezertohet ky aktivitet nga disa shtete të cilat neve nuk na duhen të mirën. Mirë po puna jonë, jemi sot dhe unë i falenderoj të gjithë kanë konfirmuar ardhjen. Në këtë garë Ivo Rilovic do të jetë personi i dërguar nga Federata Botërore e Ciklizmit, i cili do të kujdeset për kohën e nisjes dhe finishit të garuesve.